Vllaznia e vajzave ka pësuar humbje me rezultat të thellë 0-7 përballë Interit në Europa Women's Cup në ndeshjen e luajtur në qendrën e të rinjve në Milano, një humbje që paraprakisht i jep lamtumirën ekipit shkodran në këtë kompeticion të rëndësishëm. 3 gola në pjesën e parë për ekipin vendas dhe 4 gola në 45 minutat e dyta bën që vllaznia të pësojë humbjen më të thellë në përfaqësimin e saj në kupat europiane. Një ditë jo të mirë e ka quajtur trajneri vllaznis Nikolin Lekaj këtë të mërkur. Të them të drejtën, jam shumë i zgënjur, i mërzitën, sepse nuk ishte rezultat që e pritshim. As ëndër nuk do ta çosha këtë lloj rezultatit. Kishim përgatitur ndeshje ndryshe. Vajzat nuk treguan asgjë në fushën e lojës, as ato vajzat më kryesore, pra nuk mundem të thënë 1-2, po gjithë ekipi ishte totalisht jashtë loje. Mund të them ishte një ditë e zezë për ekipin tonë, sepse me këtë rezultat, them drejtën, nuk ishim përgatitur në kursesi, sepse mund të mendoshim një humbje nga Interit, sepse edhe diferencat janë me disa klubeve, por jo me këtë rezultat. Vajzat duket i mujti emri Interit. Ekipi Interit i uroj suksese në rrugtimin e tij. Them drejtën, ato e kryejnë detyrat. Shkurt muhabeti, ne nuk kryejmë asnjë lloj detyre që kishim punu gjithë kohët dhe kishim përgatitur për fushën e lojës. Tu fillon nga partida duke marrë të sulmuesja e fundit. Pavarësisht eksperiencës së gjatë që vllaznia e vajzave ka në Europë, tekniku Lekaj u shpreh se skuadra ka pësuar ndryshime të mëdha vitet e fundit, gjë e cila ndikoi në këtë humbje me 8 gola të pësuar. Vllaznia është ekip me eksperiencë. Normalisht është ekip me eksperiencë, por mos ta harrojmë se nga vllaznia asoj eksperiencë nga vllaznia që ka luajtur në Kupat e Europës, në Champions League, ka shkuar në grupe, janë vetëm 2 vajza, 3 vajza. Dhe ka vajza shumë të ardhuna këtë vit, të paktën janë rreth 14 vajza që kanë ardhur këtë vit dhe normalisht ato don kohën e vet të harmonizohen me grupin, të mendojnë, të punojnë fort dhe të lozin ashtu siç kërkon të lozë vllaznia, sepse janë vajza të ardhuna nga shtete të ndryshme, ata janë në ato ekipet që kanë luajtur, mund të kenë luajtur futboll tjetër, është mentaliteti veti, sidomos i futbollit të Amerikës Latine që të lozin përpara, të lozin lehtë, jo më të lozin taktikisht siç let Europa, dhe pra nga ajo vllazni që ka bën paraqitje shumë të mirë në Kupën e Europës, janë vetëm 3 vajza. Kështu që është na del një punë shumë e madhe, ku Europa marroi për ne, se nuk mund të shohim ëndrrën si hap me menu që mund të kthehet kjo rezultat, por duhet me punu shumë që të paktën në vazhdimsinë ta kena sa më të mirë. Në ndeshjen e kthimit që do të jetë pas një jave në Shkodër, vllaznia do të luajë ndaj Interit me shpresën për të bërë një paraqitje dinjitoze pas kësaj disfate të papritur në Itali.